Më tepër, Irani, pavarësisht se ka tentuar që të bëjë raketa me rezist gjatë, nuk i di pratikisht deri te 2000 që ai ka mbajtur për momentin. Edhe ne kemi sistem antiraketor. Nuk vjen Shqipëri. Po do doni fusim edhe në një Irani që është katëfare. Ideja është këtu është përhapur. Një sekond, ma hapçi kamera vëzë, kemi raketa me fasule pllaqi. Ato arrin edhe për te Iranin. Se ka një kështu, se është përhapur shumë në mediat shqiptare dhe është përhapur më tepër për të bërë. Jo, po e thon. Është përhapur për të bërë panik. Dhe po të shikosh në për studio, ka njerëz që bëjnë propagandë për Iranin, ke komentet online, ke këto tjera, siç ka paguar Irani në vende tjera, ka paguar edhe në Shqipëri për të bërë propagandë. Dhe kjo është përhapje paniku. Neni 267 kodë penal thotë përhapje paniku, gjop deri 5 vjet. Dhe fakti që ka njerëz që përhapin panik, do më të mirë kjo prokuroria, do më thënë këta që përhapin panikun që ti... Shiko, kjo është çështje paniku, kjo është çështje marrje masash dhe nuk është çështje paniku. Duhet kuptuar në Shqipëria është vend i vogël, fatmirësisht Zoti na ka mbrojt gjithmonë, se ne nuk do kishim mbijetu nëse do kishte qenë aftësia jon shumë e madhe mbrojtëse asnjëherë në histori. Zoti na ka mbrojt, jemi gjallë dhe do jemi deri në fund, se kështu thotë edhe hymni kombëtar që ne nuk e këndojmë. Zoti vete tha me gojë, kombet shuen për mbi dhe, por Shqipëria do të rrojë. Për këto s'ka nevojë, të luftojmë ne. Po mirë, nuk dorim në dorë të Zotit gjithkohon, merren masat. Çka, ajo që po them, nuk u shtrinje, po ç'masa të merren përgatitur. Çka kemi ne që të marrim masa një? Ne shkatruan bunkerët. Por. Armatime skemi. Na rrofshin ato kallashet 97-ën kur si ka dorëzuar. Ke shkatruar të gjitha. Për Shqipërinë. Nuk kemi merak të rinë në dorë të Zotit. Nuk kemi merak për Shqipërinë. Nuk kemi merak se nuk. Si s'ke merak për Shqipërinë? Sfiguron, ë? Ajo që duhet bisedojmë për muhabet është a jemi apo nuk jemi në një periudhë me të vërtet krejt ndryshe nga ajo që mbaroi me ardhjen e Obamës në pushtet. Se unë kur them 2010 e rrotulloj rreth ardhjes së Obamës në pushtet. Dhe unë besoj që ne jemi në një realitet krejt tjetër që është bërë gjithmonë më i qartë pas vitit 2020, jo 2010. Dhe normalizimi i luftës, normalizimi i sulmeve dhe i coptimeve të vendeve si që është mes të Europës, apo ku do gjetë, është ai realitet për cilën unë mendoj e meriton fjala lufta e tretë botërore, pa u shqetësuar për këtë punë. Dhe zotëria tha që kjo do t'ishte e vërtet nëse do ishin përfshirë fuqitë e mëdha. Kush janë fuqitë e mëdha? Amerika është një fuqi e madhe, Kina është një fuqi e madhe, Rusia është një fuqi e madhe. Tashi, a mund të përfshirë atë? Po më shpjegoj një gjë që e nisi Mirela. Si mund ta marri Trumpi tani çmimin Nobel? Po s'ka rëndësi. Po se për paqen. Ore, a hartoi bordin e paqes ai? Për çfarë u bë ky bordi i paqes? Bordi i paqes u bë. A u mblodhën parat? Çfarë thon? Po jo më zotri, i mori parat atyre vendeve dhe nisi lufta bordi i paqes ku ka